Kontaminimi I vezëve me salmonelë u bë shkak për helmimin e 17 fëmijëve në kopshtin publik numër 1 në qytetin e Gramshit. Burime për News 24 bën me dije se pas analizave që u bën mostrave të marra nga mishi I pulës, qumshti dhe vezët që kanë qenë për konsum në kopësht, rezultoi se vezët kanë dalë pozitive me salmonelë. 72 persona ju nënshtruan analizave, ndërta 53 fëmijë dhe 19 antarë të stafit të kopshtit, kampion të cilët u dërguan për analizim në laboratorin e Institutit të Shëndetit Publik. Përgjigjja përfundimtare për kontaminimin e vezëve me salmonelë u konfirmua këtë të premte, ndërsa për mishin e pulës dhe qumshtin, Autoriteti Kombëtar I Ushqimit publikoi një njoftim më 28 maj, duke sqaruar konsumatorës se këto produkte kanë rezultuar të pastra nga ky bakter. Nga salmonela u prekën 17 fëmijë të cilët u paraqitën më 20 maj në spitalin e Gramshit, me të vjella, diarre, temperaturë të lartë dhe dhimbje të forta në stomak. Ngjarja u mbajt e fshehtë nga autoritetet vendore në qytetin e Gramshit, ndërsa rasti u denoncua nga familjarë të fëmijëve të prekur. Si pasojë mungesës së standardeve ushqimore dhe për mospasjen e një transparence për rastin, qytetarët të Gramshit protestuan më 25 maj duke kërkuar zbardhjen e plotë të shkaqeve dhe transparencë publike. AKU ka marrë masën e pezullimit të aktivitetit të kopshtit numër 1 në Gramsh deri në rikthimin e të gjitha parametrave të sigurisë shëndetësore. Nga ana tjetër, prokuroria e Elbasanit, pas kryerjes së analizave, do të nisë zbatimin e procedurave ligjore të parashikuara dhe hetimet e mëtejshme.